Në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku çdo hap dhe çdo fjalë peshohet dy fish, një tjetër situatë dhe pazakon ndezi tensione të reja mes Albes dhe Dolces. Këtë herë, përplasja nuk nisi me zë të lartë apo me ujë, por me një veprim që u pa si provokimi drejt për drejt. Alba i zuri krevatin Dolces. Dolce, sa po hyri në dhomë dhe e pa Alben të shtrirë në vendin e saj, ndaloi për një çast. Nuk bërtiti menjëherë. E pa situatën me ironi, me atë qetësi të rreme që zakonisht paralajmëron një shpërthim verbal. Banorët e tjerë që ndodheshin pranë e ndjen menjëherë se diçka nuk ishte në rregull. Pse je në krevatin tim? I tha Dolce me një ton të ftohtë. Por të prerë, Alba nuk lëvizi. Qëndroi aty sikur po testonte durimin e saj. Heshtja e saj ishte një formë sfide, një mënyrë për të treguar se nuk kishte ndërmend të tërhiqej. Dolce, e acaruar nga kjo sjellje, reagoi me provokim verbal. Me ironi dhe sarkazëm, ajo i foli Albes duke u përpjekur ta ulë dhe ta nxjerrë nga kontrolli, duke e kthyer situatën në një lojë nervash. Fjalët e saj u dëgjuan qartë në dhomë dhe shkaktuan reagime të menjëhershme të banorët e tjerë, disa të habitur, disa të parehatshëm. Atmosfera u bë e rënë. Alba vazhdonte të mos dilte nga dhoma, duke qëndruar në krevat sikur donte të tregonte se nuk do të dorëzohej përballë presionin. Dolce ecte përreth, duke folur me tone ironike, duke e kthyer konfliktin në një betejë psikologjike më shumë se sa fizike. Dil prej aty, po e kërkon vetë problemin, dëgjohej nga një banor tjetër që përpiqej ta qetësonte situatën. Por asnjëra nuk tërhiqej. Alba qëndronte e palvizur, Dolce gjithnjë më e irrituar. Ky moment tregoi edhe një herë se në Big Brother Kosova, konfliktet nuk janë gjithmonë shpërthyese në dukje, por shpesh të heshtura, të zgjatura dhe shumë të lodhshme emocionalisht. Një krevat u kthye në simbol të dominimit, i respektit dhe i kufive personal. Vetëm pas ndërhyrjes së vazhdueshme të banorëve të tjerë, tensioni filloi të ulej pak nga pak. Po,